Sa shpesh duhet larë peshqiri dushit? Nuk ka asgjë më frustruese se sa një banjë ose një dush relaksues, por një peshqir i larë mund të prishë të gjitha të ndjesitë të pastërtisë dhe freskisë. Peshqirët, megjithëse janë thelbësor në jetën tonë të përditshme, kërkojnë edhe kujdes. Pyetja është, sa shpesh duhet i lajnë dhe cilat janë pasojat nëse i lini pak më gjatë pa i larë? Sipas dermatologëve, peshqirët të dushit duhet të lahen ose të zëvendësohen me peshqir të pastër, të paktën pas 2 përdorimesh. E njëjta gjë vlen edhe për peshqirin e duarve. Nuk duhet ta lini më shumë se 2 ditë të varur. Në këtë mënyrë do të siguroheni që të ruani pastërtinë dhe freskinë, duke shmangur kështu aromat e pakëndshme dhe bakteriet. Ndërrimi i shpeshtë i peshqirëve të banjës është i rëndësishëm sepse mund të mbajë edhe më shumë bakterie. Sidomos nëse në familjen tuaj ka më shumë antar, atëherë peshqirin e duarve duhet ta ndroni sa më shpesh për të evituar edhe problemet.